Deshta mund të lidhë dhe une, por kem pyetjet e futbollistit shqiptar, gjithë jemi një moshë të celte e kemi përcjell sportin pe viteve 90-80 kemi luajtur, që nga vitet e 90-ta kemi pas na gjithmonë nga një shqiptar ose dy që na kanë përfaqësuar në çdo nivellimente ndërkombëtare, kampionat evropian, kampionat botëror. Do nis pe kujtim shalës për Kroacinë, Adrian Koznikun. Adrian Kozniku ka marrë pjesë në kampionat botëror. Shala ka luajtur për Kroacinë. Edhe kujtim shala, Adrian Kozniku, kem pas gjithmonë na kanë përcjell në çdo kampionat futbollistat shqiptar. Që është krenari, por neve cilët i kemi pas pavarësisht që kanë luajt në atë kohë, ju dini të gjithë, për shembull, çu ka qenë situata politike që u dashur me luajt për një shtet tjetër, po gjithë kemi qenë krenar dhe kemi një krenari se bolun Ardianin kampionat botëror. Do nis pe Ardianit tek ne për Zvicrën edicionin kampionatin evropian kanë 6 futbollistë shqiptar, kënaqësi u kon pa marrë parasysh që a kanë mujt me armë me luajt për Kosovën, se i pëjnit shpesh në për studio televizive të folë o dasht me armë me luajt. Koha, kur o dasht mu përcaktue futbollistat cilët gjaka me shok për një kombëtare, ka qenë ende situata, qysh me thonë, e trubullt për Kosovën. Nuk kemi qenë pranuar në FIFA. Nuk kemi qenë pranuar, është dasht mu përcaktue, jenë përcaktue gjithë jem krenar me ata, djemë tonë, se me të vërtet jenë aset i qmum për shtetin tonë, cilët ku do që jenë shkuën në botë, çfarë do ndeshje kanë zhvillue, e ka një vetën shqiptare, ka qitë flamurin, për neve është krenarie madhe. Unë jem shumë i lumtur dhe i kënaqur kur i shoh, pavarësisht që s'kan mujt me luajt për Kosovën ose për Shqipërinë. Është kënaqësi e madhe. Padyshim. Te kjo pjesa edhe një zgjedhje mes Mesit e Ronaldos, po më duket që gjithë panelistët që kanë me Mesin, a? Jo, Valoni tha me Ronaldo. Valoni me Ronaldo, bravo, Valoni me ty jam edhe. Edhe ti me Ronaldo. Harrova me cek që... Kushtimin... Po ti the pa gjëna me kushtrime. Me kushtim për arsye.